qarkullimin e parasme, në lloj formash, po e vret pak nga pak, po e tret nga brenda Kosovës. Nëse të na tretën duke na bërë hemoragji, duke na larguar gjithë potencialin tonë ekonomik dhe duke ja bërë nxirje të çdo shqiptari për të bërë biznes në Shqipëri dhe për të jetuar, për të marrë familje në Shqipëri, Albin Kurti ka ndjekur teknik tjetër për shkak se i shkon dhe mënyrën se ai kontrollon një masë kritike që unë kam quajtur jo me ofendim, po unë kam quajtur me ofendim në një farmaze, po dhe pa ofendim në një kuptim më sociologjik, kam quajtur tufa budallëve të Albin Kurtit. I kam qytë budallet Albin Kurti se ata nuk e kuptojnë dot çfarë i bëjnë Kosovës dhe i referohen më tepër Biblës. Zot fali se s'din çfarë bëjnë. Dhe e them këtë gjë për mënyrën se ata e mbrojnë dhe nuk duan të jenë kritik mbi atë që po ndodh në Kosovë. Para 2 ditësh unë pash një fabrikë nga më të mëdha të qumshit që falimentojnë në Kosovë. Po nuk ka akt më të rënd, një kryeminist nuk ndërton rrugë, po falimenton fabrika e qumshit. Sepse ne e dim shumë mirë që falimentimi i asaj fabrike qumshi të Kosovës do zëvendësohet me qumsh serbis. Ne këtë e dim, sepse qumshin e Shqipërisë kanë zhduk me kohë nga qarkullimi. I kanë vrarë baktit në Shqipëri, sipas agjendës së Çobrodovicit. Ky ka teknik tjetër, ky përdor budallet për të bërë atë populizmin e majt, shpërndaj pensione, shpërndaj rroga, nuk bëjmë korrupsion që s'është fare e vërtet, shift kontrolloni energjinë elektrike, do kuptoni çka korrupsioni galopant bëhet në qeverisën e Kosovës, po në thelb mua nuk më shqetësojnë këto pyetjet, jo korrupsioni këto. Mua më shqetëson ekonomia, sepse unë si njëri që kam 36 vjet që studioj në këto fusha dhe kam dhënë mësim fakultet ekonomisë në vitet 94-2000, mund ta them me plot gojen. Ekonomia është arma më e fortë, është ushtria më e fortë, është politika më e fortë. Dhe Kosova ka disa vjet që po ka filluar ta kuptoj, populli Kosovës ka filluar ta kuptoj, që ekonomia vet është bllokuar, nuk mund të funksionojë kështu. Kosova ka trefishën e potencialit të Shqipërisë në gjendjen aktuale. Dhe vjen dhe nga një histori shumë e fortë kur komunistët slav nuk dinin të bënin biznes, shqiptarët e Kosovës dishin të bëheshin biznes. Flasën kohën dhe të Jugosllavisë. Dhe Kosova nuk duhet të jetë në këtë gjendje, këtë situatë që është sot, raport me ekonominë. Ka filluar shpopullimi Kosovë. Dhe është njësoj se 10 vjet para në Shqipëri. E keni thonë që me dotën 2 korrik do të duhet diçka e jashtëzakonshme në Shqipëri. Dhe protesta ndërkohë nuk po ndolen, por keni thonë që Edi Rama nuk është në një linjë me Donald Trumpin, ndërkohë e pam në samitin e NATO-s në Turqi që Rama Me atletet bardha. Me atletet bardha. Rama ke bashkë me Trumpin. Atëre, si mendon ti, kryeministri i një vendi do përjashtohet nga takimi? Apo nuk përjashtohet. Ti e di ku shkon në samitin e NATO-s? Ai që ka fuqinë më të madhe në shtet raport me ushtrinë, apo kush do shkon te presidenti? Gjithmonë shkon kryeministri i Shqipërisë. Njësoj si në Itali, nuk shkon presidenti, shkon kryeministri. Njësoj si në Kosovë. Pikërisht, sepse kështu janë të ndarë standardet. Se është shtet qeverisë. Kështu funksionojnë sipas sistemit të qeverisë që ke. Po raportet cilat janë kthehemi në 2 korrik. Unë kam pasi debat shumë të fortë me Dritan Goxhën 2 javë para 2 korrikut. Dhe debati ka qenë konstruktiv. Ai u fut në një rol vërtet veçantë dhe shumë pozitiv në protestë, në një moment që protesta mori një goditje shumë të rëndë nga policia e shtetit, kur u sajua një skenar për të çuar protestuesit marshim në Rinas, që ishte një distancë shumë e largët për t'i futur në kurth me hieksat e vet, dhe protesta mori një goditje shumë të madhe brenda 24 orëve. Dritan Goxha e futi duart aty dhe i sistemoi gjërat, ishin çorap, ishte dhe shpërbërje protestë. Dhe u kam pasi debat për 2 korrikun. Unë i përkisa linjës që Rama ka skenarin Vučić, i cili i mban njerëzit rrugëve, i lodh, dhe mbasi i lodh, fiton Vučići, pra fiton Rama. Dritani më tha që është e kundërta. Rama në këtë moment tha ka kuptuar që rezistenca është afatgjat, është e tërë, e plotësishme nga gjitha anët, me gjitha palët, me gjithë rezistencën kombëtare, dhe Rama kërkon të prodhoj incidente, kërkon të prodhoj diversion, në mënyrë që justifikohet për një protestë që është kundër standardeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që Rama, që ka pasur armën e vet më të madhe, stabilitetin, si armë për të shtypur shqiptarët, pra në emër të stabilitetit që shqiptarët mos bëjnë lëmshdynjan, më mirë të mbajmë të shtypur, që të funksionojë kontrolli, sepse demokracia është kosto për të paguar. Pra, sakrifikohet demokracia për stabilitetin. Ja kemi marrë, tha, prej 2 javësh, është vërtet që ja kemi marrë, prej 5 javësh tashmë, ja kemi marrë armën e tij më të fortë që ishte që njerëz si Rama ruajnë stabilitetin. Jo, njerëz si Rama prodhojnë të stabilitetin. Ata që po ruajnë stabilitetin janë fëmijët e vegjël që vinë protestë, që i kanë bërë gjithë prindërit bashkë, dhe ne të gjithë jemi bërë bashkë, dhe 2 korriku është kanceluar në mendjet tona kohë përpara se të vitet data 2 korrik, për faktin se kemi kuptuar që arma më e fuqishme që ne kemi dhe do ta fitojmë atë betejë 1.000.000%,
është do ta tresim Rama nga brenda si acic, të rrethuar në kështjellën e tij, duke rrethuar çdo natë në orën 7 dhe çdo çunë në nivel kombëtar po në orën 7. Dhe aktet tona të mosbindjes civile, siç është degenerimi i kësaj klase politike duke gjytur me pjeshka, me vezë, siç më arrestuan dhe mua më futën komisariat një 4-5 orë dhe shokët e mi edhe 2-3 ditë i mbajtën në të njëjtën E provu edhe ti. Unë kam provu gjithmonë. Unë jam peshkatar, unë nuk jam peshku. Unë kam gjithmonë peshk. Po kam fjalën që koncepti është që fitoj Dritan Goxhaj në strategjinë e kësaj betejë dhe dështova unë në kuptimin më të bukur të fjalës dhe më të mirë dhe jam krenar që kam dështuar, sepse unë jam pse më fal se po të ndërpres. Unë jam pikërisht që kjo protestë fitohet pa gjak. Po. Pse kjo polemike e mollë rreth figurës së Dritan Goxhaj? Ka qenë UÇK apo s'ka qenë UÇK? Dritan Goxhaj ditën që ka dalë në krye të protestës si lexuesi një deklarate, pra si lexuesi. Po kam qenë aty, po. Bukur. Atë ditë i ka dhënë zemër çdo shqiptari që protesta nuk mund të shitet, nuk mund të tradhtohet dhe s'ka kush ta bëjë, sepse është Dritani aty që e ruan. Natyrisht që Dritani nuk është vetëm, ka shumë shokë e miq. Jemi shumë njerëz aty që e ruajnë protestën, por roli i Dritanit është dhe simbolik, po është edhe strategjik. Është simbolik sepse ai është një figurë e besueshme për opinionin publik shqiptar, si njeri që ka ditë me rreziku jetën për atë vend. Dhe e dyta, dhe është shumë e rëndësishme, ne që e ndjekim Dritan Goxhën në analizat e veta, kemi kuptuar që është një mendje shumë inteligjente, por mbi të gjitha, në situatën që ndodhemi aktualisht në Shqipëri, jemi duke rrethuar Edi Ramën dhe na duhet një komandant që di të rrethojë Ramën. Që është Dritani atë? Që është Dritani. Po, a ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës sipas juaj? Mendoj